Ikim shëtitje me shoqen të ham brunch, edhe po u tregoj outfitin se çfarë kam veshur. Sot e kemi kohën të mirë, mund të themi, ndaj edhe më shikoni me këtë gjypin e hollë, jeansin, nuk vesha diçka më të rënde, edhe me që do jemi në makinë, nga makina drejt edhe në restoran do shkojmë, që kështu mendova ta veshë këtë të hollin, edhe me më të shkurtra nga nën të. Siç mund të shikoni, koha është gjam deri tani, pastaj dolën disa re, po s'ka gjë, prap na mbajti koha. Mora shoqen prej dore, edhe shkuam që të ham mëngjezin, drekën, neve ham të gjitha bashk tani, me që nuk mund të thuash mëngjes, se mëngjesi kaloi, u kthyem nga punët, i bëm të gjitha punët që kishim, edhe pastaj dolëm për të ngrënëm, ndaj edhe e quajmë brunch, aty diçka midis mëngjes dhe drekësh. Aty ndaluam, parkuam makinën, shkuam në Sheffield, dhe neve kërkojmë të gjitha këto lokalet që janë kështu cozy edhe cute, siç i themi neve aty, dhe kësaj radhe shkuam aty që nuk kishim shkuar ndonjëherë, se na kishin thënë që ka pancake shumë të mira, edhe vërteta ishte që pancake ishin perfekte. Në fillim morëm këto bukët unë i mora me si e thonë, me vezë, shoqja ime mori me pule dhe me gjëra të tilla, dhe pastaj ndam një pancake se ishim full, nuk mund të hanim dot më, edhe ishte vërtet një mrekulli e vërtet. E morëm me lule shtrydhe dhe çokoladë. Po, mos e pyest. Ikëm, ciao.